për masën e tij të sigurisë dhe do të ketë në këtë momente një moment, le të themi, deklarate apo fjalimit mbajtur siç ndodh gjithmonë për gazetarët. Bojës së Skapit dhe avokatit të Irenës me 5 mbiemra. Njeriu që amnistoi krimin zgjedhor si mercenar i Partisë Shtet, i rikujtoi se drejtësia vonon, por nuk harron. Kush e don këtë, ta ketë në arkiven e vetë të denoncimit të një delinkuenti të narkoshtetit shqiptar. Tani e kuptoni vetë ju që këtu ku e kam të po, ja kështë. Bravo. Cancel. E kuptoni vetë që nuk mund të ketë sot çështje tjetër përveç faktit vendimit të